Prej 11 ditësh, blegtori Ardian Skënderaj në njësinë administrative Levan të Fierit po përballet me një situatë tepër të vështirë ekonomike. Sasi të mëdha qumshti i kanë mbetur stok, pasi fabrikat e përpunimit kanë refuzuar ta grumbullojnë, duke pretenduar se në të është konstatuar prania e alfatoksinës. Përballë kësaj situate të rënduar dhe mungesës së tregut për produktin e tij, Skënderaj është detyruar të reduktojë fermën, ku brenda një periudhe prej rreth 10 ditësh ka shitur 25 krer lop. Në erdhën gjerin datën 2 mars, morën qumshin e mëngjesit, ora 3 mbazite na marrin telefon ai menaxheri tha, nesër s'marrim më qumër sa. Po pse? Del aflatocina, thonë. Problemi është aflatocinës. Marrim me ilaçet e me gjitha, i kemi mëse normale ato, ja u edhim ato doza çaj u takon. I bëjmë analizë, ai më thot mua del 007. Vete bëj analizë privat, më del 005.3. 03. Domethënë 3 viza lëviz në norma, që është e lejueshme. Tek neve është me 0,5, si thonë këta. Prej sa ditësh ju tashmë jeni që me qumshtin që mbetet? Që në data 2 mars deri tash mbi 11 ditë sot. Çfarë i bëni qumshtin? Poshtë kanal, ku ta çoj? Janë 780 litra qumësh. Por kjo situatë nuk prek vetëm një fermë. 10 blegtorë të tjerë në zonën e Levanit po përballen me të njëjtin problem, duke i dhënë një goditje të fortë sektorit të blegtorisë në këtë zonë, të njohur tradicionalisht për prodhimin blegtoral. Vështirësitë nuk kufizohen vetëm te fermat e gjedhit. E njëjta situatë po shfaqet edhe te bagtitë e Imta, ku numri i tufave ka pësuar një rënje drastike gjatë viteve të fundit. Pas viteve 90, Levani konsiderohej një nga zonat më të rëndësishme blegtorale të Myzeqes. Në atë periudhë numëroheshin rreth 40 tufa me bagtitë e Imta, ku secila kishte nga 500 deri në 700 krer. Sot, sipas blegtorëve të zonës, kanë mbetur vetëm rreth 5 tufa. Blegtori Nardi Murataj shprehet se një ndër arsyet kryesore të vështirësive është rritja e kostove të prodhimit të bazës ushqimore dhe çmimi i ulët i qumshtit. Gjendja sot është shumë alarmante. Ne jemi në vështirësi shumë të mëdha, mbasi dimri që ka qenë tejet i lagshit, 4 muaj shi. Tani parcelat dhe na umbytën një herë nga shiu, balta, detyruam blejmë koncentrat, për shembull blejmë misra, blejmë jonxhera. Çmimi i jonxhës shumë ka arritur 10 deri në 12.000 lekë një ballë. Çmimi i misrit i ka kaluar 40.000 lekë kuntali, tani që dalim në treg ajo nuk ka më prodhim. Nga 10 mes i vjet, prodhimi pothuajse është gjysmuar. Sipas blegtorëve, mungesa e subvencioneve të mjaftueshme dhe politika e dobët mbështetëse po i detyron gjithnjë më shumë fermerë të braktisin blegtorinë. Nëse kjo situatë vijojnë, ata paralajmërojnë se sektori në këtë zonë rrezikon të kurret edhe më tej, duke humbur një nga traditat më të rëndësishme ekonomike të Myzeqes.